Dita e 24. Pritje me padurim. Dhe pash një qiell të ri dhe një dhe të ri, sepse qielli i parë dhe dheu i parë shkuan, dhe deti nuk është më. Dhe unë, Gjoni, pash qytetin e shenjtë, Jerusalemin e ri, që zbriste nga Perëndia prej qiellit, që ishte bërë gati si nuse e stolisur për burrin e saj. Dhe dëgjova një zë të madh prej qiellit që thoshte: Ja tabernakulli i Perëndisë me njerëzit, dhe Perëndia do të fshijë çdo lot nga sytë e tyre, dhe vdekja nuk do të jetë më, as breng, as britmë, as dhimbje nuk do të ketë më, sepse të parat shkuan. Zbulesa 21, 1 deri në 4. A është në fakt e vërtet që Perëndia banon me njerëzit në tokë? Kjo ishte pyetja që Salomoni bëri te 2 Kronikave 6, sikurse e kemi parë më 6 dhjetor. Dhe nga këndvështrimi ynë i shekullit të 21, mund të shohim se si Perëndia ka banuar me njeriu në tokë, në kopsht, në tabernakull, në tempull, në personin e Jezusit dhe nëpërmjet frymës së tij. Ai është me të vërtetë Emanueli, Perëndia me ne. Gjatë gjithë kësaj stine adventi, jemi përpjekur të krijojmë tablon e madhe se si pjesët e ndryshme të Biblës përputhen së bashku në lidhje me Krishtlindjen. Fokusi ynë sot, sikurse edhe dje, është të pyesim si përfundon kjo histori, si do të duket kur më në fund Perëndia të banojë plotësisht me popullin e tij. Në fillim të shekullit të 5, Agustini i siguroi kishës atë që, në thelb, ishte filozofia e parë e historisë nga një këndvështrim i krishterë. Atij u deshën 13 vjet për ta shkruar atë, dhe ai libër mbetet një klasik, madje edhe më shumë se 1500 vjet më vonë. Në librin Qyteti i Perëndisë, ai e shpjegon historinë në terma të një parimi gjithëpërfshirës, që nga rënja e njerëzimit deri në fund të kohës kanë ekzistuar dhe do të ekzistojnë 2 qytete rivale, 2 shoqëri rivale, 2 dashuri rivale. Prej natyre, ne jemi të përfshirë në qytetin e njeriut dhe vetëm nga hiri i Perëndisë do ta braktisim atë dhe do t'i përkushtohemi qytetit të Perëndisë. Le të citojmë Agustinin. 2 qytetet janë formuar nga 2 dashuri. Qyteti toksor nga dashuria për veten, madje deri në përçmimin e Perëndisë, dhe qyteti qiellor nga dashuria e Perëndisë, madje deri në përçmimin e vetvetes. Kjo është një mënyrë tepër e mpret për ta parë botën. Kur ju i hetoni shkrimet dhe vëzhgoni botën, kjo ka kuptim. Në qytetin e Perëndisë jetojnë njerëzit e Perëndisë. Ai është vendi i Perëndisë dhe është nën sundimin dhe bekimin e tij. Qyteti i njeriut përfshin shoqërinë toksore, e cila është themeluar mbi pavarësinë kokfort nga Perëndia. I pari është i destinuar të sundoj botën, i fundit është i destinuar të humbas. Perëndia do ta bëjë këtë botë krejtësisht të re. Ai ka qenë duke e përgatitur që nga gjithë përjetësia. Dhe kur më në fund ta përfundoj, askush dhe asgjë nuk do të lejohet ta prish atë. Ja pse mëkati duhet ndëshkuar, drejtësia duhet vendosur në vend dhe e keqja duhet shkatëruar. Është një botë në të cilën banon drejtësia dhe nga e cila pa drejtësia është dëbuar për jetë. Te zbulesa 21, 1 deri në 4, lexojmë për një vend që është i lehtë për tu dëshiruar, por i vështirë për tu kuptuar. Është një vend ku nuk do të ketë më të qara, nuk do të ketë më dhimbje, nuk do të ketë më vdekje. Madje do të jetë zhdukur edhe vetë mundësia e mendimit të lëndimit dhe e humbjes. Do të jetë vetë parajsa e ri për të rirë. Do të jetë një kopsht i ri me një pemë jete. Mirë po pema e njohjes të së mirës dhe të së keqes nuk do të jetë më. Kur Pietri shkruan në lidhje me ardhjen e dytë të Jezusit, te 2 e Pietrit 3, ai siguron lexuesit e tij se gjithçka që ishte prisur në botën e vjetër do të ripërtërihet dhe do të zbukurohet në terren. Fjala e re në vargun 13
nuk i referohet kohës dhe origjinës, por cilësisë. Zjarri për të cilin flet ai mund të shihet si një zjarr rafinues, i cili e shkrin objektin origjinal në mënyrë që papastërtitë të hiqen dhe ajo që ekziston të mund të bëhet e re. Me fjalë të tjera, Satani nuk do ta ketë kënaqësinë që ta shohë Perëndin duke e shkatëruar krijimin e tij. Përkundrazi, Perëndia do ta pastrojë atë. Ai do ta transformojë atë në mënyrë që të pasqyrojë gjithë lavdinë dhe madhështinë që ai synoi për të qysh nga fillimi. Një ide e tillë e ruan natyrën toksore të tokës. Kjo mbart një kuptim, sipas të cilit ne duhet t'i bazojmë këto të vërteta mbi faktin se jo vetëm që do të ketë një qiell të ri, por do të ketë edhe një tokë të re. E ardhmja jonë si populli i Perëndisë është këtu, ama është një ardhme e përsosur këtu. Siç thotë edhe Isaia për popullin e shpenguar të Perëndisë, nuk do të bëhet asnjë e keqe, asnjë shkatërrim mbi tër malin tim të shenjtë. Ky është Jerusalemi i ri, sepse vendi do të mbushet me njohurinë e Zotit, ashtu si ujërat mbulojnë detin. Një krijim i ri do të vijë. Kjo është mjaft e qartë. Një Jerusalem i ri, qyteti i shenjtë, do të strehojë ata që Perëndia i shpengon. Ne do të jemi në gjendje të shohim një botë në të cilën tabernakulli i Perëndisë është me njerëzit. Si besimtar, ne kuptojmë se Perëndia eci mbi këtë tokë 2000 vjet më parë. Ne njohim praninë e Perëndisë sot, fal frymës së tij të shenjtë që banon brenda nesh, sepse tani për tani, kisha, njerëzit jo ndërtesat, është tempulli i Perëndisë mbi tokë. Mirë po njohuria dhe përvoja jonë për të, tani është shumë e kufizuar. Megjithatë, kur ai të sjellë qiej të rinj dhe tokën e re, nuk do të ketë asnjë vend të veçantë në krijimin e ri ku do të përqendrohet prania e Perëndisë. Nuk do të ketë asnjë ndërtesë të veçantë, të cilën duhet ta vizitojmë nëse duam të takojmë Perëndin. Nuk do të ketë distancë mes Perëndisë dhe nesh. Nuk do të ketë tempull, sepse gjithçka do të jetë tempull. Dhjata e re përfundon sikurse përfundon edhe dhjata e vjetër, duke parë drejt së ardhmes me shpresë dhe pritje të sigurt. Kjo është një nga shenjat e realitetit të krishterë. Kjo është një nga provat e gjallërisë së besimit tonë dhe vitalitetit frymëror të kishave tona. Ne jemi një popull që pret, një popull që nuk po pret Krishtlindjen, por Krishtin. Prandaj, ndërsa një sezoni tjetër të adventit po i afrohet fundi, hidheni vështrimin drejt së ardhmes, që të vazhdoni të tërhiqeni nga ajo që po ju pret. Merreni seriozisht sfidën e të jetuarit të një jete të pastër përpara syve të Perëndisë, një jetë që është gati për kthimin e tij. Kultivoni një shqetësim të zjarrt për t'i parë të tjerët që të arrijnë ta njohin dhe ta duan Perëndin tonë, i cili zbritja të Krishtlindje të parë dhe pa pikë dyshimi do të kthehet sërish plot lavdi. Për reflektim, cilin aspekt të krijimit të ri po e pret veçanërisht me padurim? Si të shtyn kjo që ta lavdërosh Jezusin tani dhe të jetosh për të sot? Çfarë të ndalon që të jetosh sikur Jezusi do të kthehet? Çfarë mund të bësh në vitin e ri për t'u siguruar që sytë e tu të shikojnë më shumë drejt së ardhmes se sa poshtë? Dashuri mbi dashuri, sollëzim qellor mbi tokë, gjej në vatrat tona ti një vend panin për ulur sot. Ti o Jezus kaq i dhem shumë, me t'pafund me dashuri, jep shpëtim dhe hyr tani në
shëmeja në shpe